ishin fajet e babait i tij. Nuk e kam atë ndjenjën si nën. Të fëmijë e kam me grek, dhe ta kisha dhe unë një nënë saktë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Greqi, do të jemi në Athinë, do të hap dritaren për një motor e cila është në kërkim të vllajit të saj, një vëlla që ka ardhur nga nëna, nga martesa e dytë. Por çfarë ka ndodhur në këtë histori? Pse kjo nënë u detyrua ta braktiste djalin e saj në vitin 2000? Do të jetë Entela që ditën e sotme do na i rrëfej, kështu që hap dritaren dhe ftoj. Entela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Si jeni juve? Mirë, faleminderit. Jetoni në Greqi? Po, në Athinë. E dashur, Kam familje në Athinë. E lexova me vëmendje mesazhin tuaj dhe kishe një histori të dhimbshme, je në kërkim të një motre, me sa kuptova. Vllai. Të vllajt, të një vllaj. Kështu më thanë. Kështu më tha mamaja. Dhe po bëni muhabet, u hap njëri ky muhabeti para asnjë një muaj, edhe se unë ndjek video tuaja, edhe live-et. Edhe i thashun, okay, do bisedojmë, thashun do komunikoj me Odetën dhe do ta kërkoj. Vërtet më sa më, i thashun, ndërsa është emisioni për këtë punë, do t'i komunikoj, thashun. Edhe sot jemi të dy bashkë. Edhe sot, siç po flisnim, pra po flisnim ishte me motrën aty dhe i thashun si e kishte emrin me pyeta siç ju thash që ajo ka probleme me shëndetin mendor. Por ndalemi pak dhe ma trego këtë histori. Ti kërkon një vëlla nga ana e nënës. Ana e nënës, po. Çfarë të ka treguar nëna? Që prindrit e mi jam ndarë, ku kam qenë unë 5 vjeçe, jam ndarë. Edhe na ka rritur babai. Jemi 5 fëmijë. Por ne jemi rritur me babai. Çfarë ka ndodhur? Edhe kishim lidhje me mamën, po jo dhe shumë. Ti nuk e kujton? Jam rritur me babain. Ti nuk e kujton nënën në shtëpi, besoj, s'ke qenë e vogël? Shumë pak. Kam qenë 5 me 6 vjeçe. Sa fëmijë keni qenë? Atëre. 5. Jemi 5 fëmijë. 5 fëmijë. 3 vëllezër e 2 motra. Të vegjël keni qenë kur u divorcuan prindrit, të 5? Vllai i madh është 49. Por ku keni? Vllai i madh, edhe unë jam 40. Unë më e vogla, domethënë nga fëmijët. E qartë, e kuptova. Të vegjël keni qenë të gjithë, le të themi, kur prindit u divorcuan. Por çfarë ndodhi mes prindërve që u divorcuan? Nuk e di se çik me babain tim. Ishin fajet e babait i tij. Ishte atëre me atë kohë, po. Ishte një çik sera dhe babai im në burg, nuk e di si di rrethana të mirë, edhe u ndan. Tu bashkua me dikë tjetër babai im edhe ndau familje. Ka qenë babai, le të themi. Edhe mori kujdestarinë, mori babai. Kujdestarinë e fëmijëve. Por si ka mundësi që sepse nëna nuk ishte mirë me shëndetin. Në fat keq, pra, me sa po edhe akoma nuk është mirë. Edhe nuk pranon, domethënë që ti lutem unë, lutem në vëllezërit e mi, ta marrim këtej, ta vizitojmë, nuk pranon. Me sa po kuptoj unë, e dashur Entela, babai për shkak të problemeve që ka pasur nëna e ka divorcuar dhe ka dashuruar. Ndoshta edhe kjo, se unë si di dhe ai se unë kam qenë e vogël edhe sa kam pyetur motrën time, domethënë se ajo ishte pak më e madhe nga mua. Por ti e rritur me njërë? Ajo i di pak. Po. Si ka qenë marrëdhënia jote me njërkën? Jo dhe të mira. O rritëm. Mirë keq, o rritëm. Kemi familje tonë. Por gjatë kohës që ke jetuar me babain dhe njërkën, le të themi kontaktet me nënën tënde i ke patur? Shumë të rralla. Se unë për vetën time që isha më e vogël kur ata u ndan, unë nuk kisha, edhe nuk kam, edhe tani të them dimësuri si në. Ti ke jetuar ku? Nuk jemi rritur. Ku keni ke jetuar ju me babain dhe ku ka jetuar nëna? Në Vlorë. Po nëna, pas divorcit?
Nëna në Fier. Nëna është nga Fieri, kurse babai nga Vlora. Po. Por besoj që kur u bëre vetë nën, normale, ajo po prap nuk e ke atë, nuk e di, ndoshta është edhe gabim kjo, po nuk e kam atë ndjenjën si nën, sepse s'jam rritur. Ose në dhimbësurinë më të madhe e kam për baban tim. Dhe sinqerisht më vjen keq që e rritur pa nënë dhe të ka munguar dashuria e saj. Shumë. Edhe kur shikoj nëna, po dhe dedikime që bëhen, them ta kisha dhe unë një nënë të saktë. Për fat keq, nuk e kam. Edhe nuk pranon që ta marr ta vizitojmë këtej. Atë më thotë edhe motra ime, nuk pranon, nuk do që të vime ne. Të vi këtej në Greqia, ta marrim këtej, ta vizitoj, vetëm këtë kam peng, domethënë për të. Këtë kam peng për të. Babai nuk e ka dashuruar nënën tuaj dhe e ndau, por juve ju ka dhuruar dashuri. Ata i martuan si qiste në atë kohë, i martuan me pasuri, nuk e di se si ishin në atë kohë atere. Si pas asaj që thot nëna ime, pagoja, nuk e di si ishin atere. E dashur Entela, e qartë, le të themi që babai nuk e ka dashur nënën, e ndau, mori një grua tjetër, por juve ju ka dashur dhe ka rritur me dashuri, sepse the që unë kam dashuri për babai. Po, normale. Po, na rriti mirë, na edukoj, na martoj, mirë. Po që kemi vetëm këtë me mamane dhe kjo muhabet që ha, domethënë unë se dija, po që për një fëmijë tjetër, mbasi u divorcuan e ashtu, kishte ardhur nëna ime në Greqi dhe këtë fëmijën që po të them është e ka me grek. Do me thënë nëna pasi është divorcuar me babain tuaj, ka emigruar Ka bashkëtuar me një grek. Dhe ka bashkëtuar me grek dhe siç mbeti shtatzane, ajo u kthye në Shqipëri. Nuk e pyeta dhe shumë. U kthye në Shqipëri dhe në Berat, në spitalin e Beratit ka lindur. Edhe fëmin sa doktoresha, siç e thash emrin se mbaj mend, e çuan në jetimoren e Tursit. Ishte çunë, tha. Joeli e çuan emrin. Noel? Joel. Joel. Dhe çfarë viti ka lindur Joeli? Në 2000. Në vitin 2000. Në 3 janar. 3 janar, s'është e rëndësishme dhe data. I bitet 26 vjeç, ka mbushur 26 vjeç. Po. Por pse nëna u largua? Çfarë të ka treguar nëna ju? Nuk shkonte mirë, nuk se u shkatrua dhe me këtë që me familjen e parë që u shkatrua, ajo mbeti e vetme. Mbeti vetëm me baban e saj, humbi dhe baban pastaj nga kjo jetë. Pas ka pasur një jetë vështirë. Edhe ngeli vetë. Po, shumë jetë vështirë. Por ajo mbeti shtatzën në Greqi dhe vendosi ta braktisë Greqinë dhe kthehesh në Shqipëri. Po, u kthye në Shqipëri, aty e lindi pastaj edhe unë këtë nuk e dija, kur më tha motra ime që kështu pa ik, më thashun jo, thashun s'ka mundësi. Edhe fola edhe me të, po, më tha më vërtet është. Por pse ju në atë kohë nuk kishit kontakte me nënën për të ditur për jetën e saj? Jo. S'na lejonte edhe babai. Ju ka penguar? Nuk na lejonte atëherë. Po, na ka penguar atëherë. Mbaj mend kur kam qenë e vogël një 11 me 12 vjeç, kam mbaj mend që ka ardhur nëna ime për të na takuar bashkë me baban e saj dhe nuk më lejoi babai. Por pse babai ju ka refuzuar për të takuar nënën kur ajo ka... Nuk e di, nuk kemi futur domethënë asnjëherë, sidomos unë, nuk jam futur domethënë ndonjëherë që ti kërkoj të gjëra. Nuk e ke patur guximin për t'i thënë disa gjëra që i mban nga familja jote? Jo. E qartë. Jo. Pra, le të themi kur ti ke krijuar familje, je martuar, atëherë ishe e lirshme të takoje nënën tënde dhe të flisje. Po. Se kur e qënte babai... Kur u martova, kur u bëra dhe unë nën atëre e mora dhe kur isha në Shqipëri të familje e burrit, e mora në Shqipëri, e mbajta, iku domethënë atëre filluam të takoheshim, të rrinim pak bashkë. Por nëna pse lindi në Berat? Ajo është nga Fieri, më the. Nuk e di se ajo ka njerëz e saja në moral. Edhe ndoshta ka qenë aty në atë moment edhe e çuan Berat, nuk e di, nuk e pyeta.
Unë sot të pyeta, në të kohë që po të ju shkruaja, po pyesja të edhe po shkruaja. Po, dhe Se nuk i di. çfarë të tregoi nëna? Ajo lindi në Berat dhe e la vetë fëmijën në spital? E linda sa në 3 janar në Berat, Po. edhe doktoresha më sa mua nga që unë s'kisha, nuk e kisha mundësinë sa që ta mbaja, edhe ma çuan sa e lash deri në 6 vjeç, të rritet në jetimore dhe ta marr. Po. Edhe nuk e gjeta dot më, tha, nuk. Pra, Nuk e nëna di. juaj është interesuar për djalin që solli në jetë, por nuk e ka gjetur në jetimoren e Durrësit Po. ku i thanë që do shkonte. Po. Por nëna Është interesuar, por nuk ka marrë sa përgjigje në askush, nuk po nëna juaj me kë jeton? kam vjetë. Ajo jeton vetëm në Tiranë tani. Po ishte vajtur te motra ime, po bënja një javë që është te motra ime, edhe u hapën këto mohabete tani. Pra, ti e ke mësuar vetëm përpara disa kohëve që ke një vëlla. Po, para një muaji. Para një- Unë më thoshte motra ime, po unë thoshte po, se s'kam mundësi, unë 3 vëllezër kam, thoshte unë s'kam të tjerë. Jo, thoshte ajo ke. Jo, i thoshte, u futa unë kështu si me shaka. Sepse të nga që ka dhe probleme me shëndetin mendore dhe nuk dua që ti ta rëndoj shumë. Edhe pyesja kështu me shaka, e kështu, po më sa mua e vërtet është. Keni sa dhe një vëlla. Unë sa nuk dua gjë tjetër, sa vetëm dua sa të më parë vesh sa është mirë apo jo është në të jetë. Nuk dua sa ta shqetësoj. Nëna juaj me çfarë është diagnostikuar? Do të thotë çfarë problemi ka konkretisht? Në fakt ajo nuk i ka rënë askush në pas, edhe nuk ka bërë vizita, siç i thash, unë këtë kam peng. Se kam peng, domethënë që dua ta vizitoj, edhe nuk është vizituar, nuk pranon që ta çojmë domethënë për vizitë këto. I kam thënë edhe unë të vinë në Shqipëri, të vem të vizitoj, jo që mamaja thotë ajo, nuk kam gjë unë, Miriam, jo, s'kam gjë. Keni mirë juve. Por kur themi Nuk pranon. e qartë, kur themi që ajo ka probleme, konkretisht çfarë veprimesh apo sjelljesh bën ajo që Sjellje jo normale, domethënë si një fëmijë, ka thënë po. Nuk është gjithmonë në botën e saj, si mund ta them tjetër në çu tjetër. Nuk i merr gjërat asnjëherë serioze. Seriozisht të flas si të ulesh, domethënë të qaj një hall me nënën time, nuk mundem të ta qaj, sepse nuk është në gjendje. sa vjeç është nëna juaj? Ajo tani doli në pension, është 64, o 64 o 65. 64 për 65 vjeç maksimumi. Po. Por motra vëllezër nuk ka që i qëndrojnë pranë? Jo, 2 vëllezër që ka, ata shikojnë familjen e tyre normale. Dhe ajo jeton e vetme në Tiranë. E vetë. Askush nuk kujdese se ju jeni, me sa kuptoj unë, emigracion. Jo, nuk pranon. E kam thënë unë të marrë taksin tani direkt të vitë, të bëj pasaportë brenda ditës, të marrë të prish këtu, ç'ke jam unë për çdo gjë, jo, Nuk pranon. nuk pranon. Por me sa po më tregoni ju, nëna nuk është në gjendje të bëjë kërkime për djalin e saj, për të shkuar në për institucione. Është e vështirë për atë që të bëjë këto kërkime dhe të mësoj për të birin. Prandaj dhe u futa unë dhe i thash motrësime do flas një herë tash. Por nëse ai vëlla që ka ardhur në jetë në vitin 2000 mund të jetë birësuar apo nga shtëpia jetimore, Ndoshta po. është një jetimore, ka mbushur 18 vjeç, ka dal nga jetimorja, ka nisur vetë jetën. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, por Po. Jo, ne nuk duam që t'i prishim jetën, as thjesht Ku desha të di, është ajo e nënës time që do të marrë vesh, a është mirë, a është në këtë jetë, ku ndodhet, kaq thaj. Unë s'dua asgjë tjetër, nuk do t'i bijem qafë t'i prish Terezin. Endela, nëse Joeli, vllai, që e ke mësuar vetëm përpara një muaji, që ke një vlla, nëse ndodhet diku, nëse do ta kishe përballë si mua, çfarë do i thoshe? Se edhe për ty, le të themi, habi e madhe është të mësosh një vlla. Nuk e di. Nuk e di. Sinqerisht nuk e di. Edhe unë nuk e besoj. Unë që po e kërkoj vetëm për nënën, që mos t'i ngelet tek. Nëse ai do shfaqet një ditë dhe do dali, ju derën do të hapni. Këtë ja tha dhe vllai ime, unë nuk isha prezent, po më tha fola sa me vllain sa partije, tha dhe u hap kjo muhabet. Edhe i tha vllai ime, po duhet ta kërkojmë, tha se kemi çupa, kemi fëmijë
Mos bën nga tresa. Edhe I thashun, okej, thashun, ako tha vllai kështu, thashun, haj se përfutem unë tash të flas në Odetën. Edhe kështu e mora iniciativën. Por nëse ai shfaqet, dera juaj është e hapur për atë vlla. Pra normale. Normale. Gjakuiz bëhet. Si do që tjetë. Prandaj të pyeta. Por nga babai, ke vëllezër motra? Po, jemi 3 vëllezër edhe jemi 2 motra, jemi 5 fëmijë gjithsej. Do me thënë të ketë të tjerë, jo. Babai solli një jetë me gruan e 2 fëmijë? Jo. Solli, vetëm me nënën tuaj, që jeni 5 fëmijë. Po, vetëm me nënën. Dhe Joelin 6 I bie, që është nga ana e nënës. Tani mua më duket që kështu kjo po e pabesueshme. Ke të drejtë. Po inshallah të jetë mirë, unë I uroj të jetë mirë. Këtë jetë shëndet, si do që tjetë. Fëmijë I pafajshëm, që erdhi në këtë jetë. Normale, s'kutohet. Dhe nga nëna e tij, e cila fatkeqësisht ishte e sëmurë. E dashur Entela, unë sa herë I pyes personazhet e mi, e mendoni refuzimin? Edhe po, qa nuk ndodh. Edhe po. Unë thjesht, jo vetëm unë, po dhe vëllezërit e mi dhe nëna ime, thanë vetëm të marrin vesh, a është mirë edhe kaq. Nuk duam as t'i prishim Terezina, as t'i bjem qapas, se nuk e kemi dhe nevojën. Jemi shoqër Zotit, e falë Zotit jemi mirë. Thjesht të dim, a është mirë. E qartë, por refuzimi mund ta lëndojë më shumë nënën tuaj? Këtë nuk e mendova edhe nuk e diskutova as me motrën time. Se duke ditur problemet që ka, prandaj të pyeta. Po, nuk e diskutova. Ju e keni nisur të rrugë dhe kërkoni ta mësoni se çfarë ndodhi me fatin e Joelit. E dashur Entela, unë do kisha shumë dëshirë që të flisja edhe me nënën tuaj, por ju më thoni që ajo ka probleme dhe nuk është në gjendje të flasë dhe të Nuk është në gjendje, po, nuk është. Të tregoj detaje mbi historinë, por ajo vetëm thjesht e kërkon ta gjejë djalin e saj. Po, vetëm një gjë që thot është vetëm isha shtazane, kisha me grek, bashkëtova, nuk shkua mirë, u ktheva, linda në Berat, edhe doktoresha më çoi në jetimore të Durrësit. Vetëm kaq. Linda në Berat, po. Ai tha shumë si çak të dhënash ke lënë, domethënë ka lënë në emrin e saj mbi emër, ka lënë dhe mbi emrin e babait tim, po edhe të sajën. E thash, po mirë, shumë bjerë me babait tim që kërkon aty. Ta më po të qova, ta I qova të ty. A I së që babait tim dhe shumë, pse e qove? E, po tani të shtu ishte. E, po, I qoj të dyja. Atë mbi emër e ka mbajtur ajo? Janë të ndarë me divorc. Kanë marrë divorcin, po që ajo atë mbi emër përdor, atë I ka ngelu, domethënë. Atë mbi emër të babait tënd e ka mbajtur disa vite ajo, derisa u divorcuan. Po. Dhe kam menduar të japi të dyja mbi emra, edhe pse mbi emri i babait nuk ka lidhje fare në këtë histori, por uroj dhe shpresoj që Joeli të jetë birsuar, të ketë një familje, uroj që t'ju pranojë. Ne do prezantojmë, do nisim kërkimet me shpresën për të gjetur një adresë të tij dhe ta uroj me zemër që nëna juaj që fatkeqësisht ka probleme me shëndetin mendor, të arrijë ta gjejë djalin e saj dhe të bashkohet. Inshallah. Uroj dhe unë inshallah të gjendet e të jetë mirë. Këtë jetë e shëndet. Edhe refuzimin e pranojmë, se gjitha ndodhen në jetë. Ka ndodhur shpesh në programet e mia ku prindër që kanë kërkuar fëmijë. S'është as faji jon, as faji asaj nëne, sepse nuk është në gjendje, nuk mund t'i vë faj. Dhe bëre mirë që nuk është. Kalove këtë pjesë që për ta kuptuar që ajo është një nën fatkeqe që ka këto probleme shëndetit mendor e pavetëdijshme. Ajo ka vuajtur me babain tim, ka vuajtur shumë çështje drejtat me sa më ka thënë motra ime, sa janë më të mëdha. Ka vuajtur shumë edhe një çik ishte, domethënë që kishte probleme, po u bë dhe një çik më tepër. Nga vuajtjet, nga këto që ishte me babain tim, rëndësia atij ku është. E kuptoj. Urojmë që të ta gjejmë Joelin, gjithmonë nëse ai mbante njëjtin emër, se nëse është birsuar zakonisht, ka ndodhur që për një birsues ja ndryshojnë emër, I vendosin një emër tjetër. Po, normale. Por që uroj që ta gjesh vllajin. Inshallah. Mirë, inshallah gjendet. Ne do mbetemi bashkë në kontakte, dashur Entela. Shumë faleminderit. Mirë dashur miq, e dëgjuam historinë e kësaj motre, e cila është në kërkim të vllajit të saj. Urojmë dhe shpresojmë që ta gjejë vllajin dhe ajo nënë e cila ka probleme shëndetit mendor dhe ka pasur një jetë të vështirë, të bashkohet me të birin e saj që e braktisi në vitin 2000,
konkretisht në spitalin e Beratit dhe i thanë që u birësua dhe kaloi në shtëpinë e timorën e Durrësit dhe dyshohet se mund të jetë birësuar. Nëse dikush e njeh këtë histori, mos të hezitoj të kontaktoj në numrin tim. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live për të vazhduar me një tjetër histori. Do të jemi me historinë e një vajze që quhet Greta. Për gjithë besnikët e live-eve të mia e kanë parë edhe përpara disa kohëve Gretën, e cila ishte në kërkim të dajes së saj Eduard Tafa. Dhe personi që po shikoni në foto është Eduard Tafa, është 48 vjeç, ka humbur çdo kontakti me familjen e tij në vitin 2012 nga Franca. 14 vite dhe ende nuk dihet, le të themi, çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Në fakt, në live-in e fundit që Greta ka qenë me mua, u zbuluan informacione se ai është shëndoshë mirë, është gjallë dhe jeton në Francë, në Paris, por nuk dihen arsyet pse ai nuk do të kontaktoj. Fal gjithçkaje, u zbulua një numër i Eduard Tafës dhe këtë numër e kam në telefonin tim dhe unë dua ta provoj ditën e sotme në këtë live me shpresën që ai do më përgjigjet. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de Eduard, laisse un message. Përshëndetje Eduard, unë jam Odeta, një gazetare nga Tirana, ke dalë në programin tim pasi kërkohesh nga familja në Shqipëri. Unë uroj që ti jesh mirë, uroj që ta dëgjosh mesazhin tim dhe të më telefonosh. Të faleminderit. Nuk u përgjigj Eduard Tafa, i lam këtë mesazh zanor, uroj dhe shpresoj që ai ta dëgjoj dhe të më telefonoj. Dhe pas tentativave të mia për të marrë Eduardin, me shpresën që do më përgjigjej, kjo nuk ndodhi ditën e sotme në këtë live, ai më bllokoi në WhatsApp, por në një thirrje të thjeshtë telefonike nga sekretaria u dëgjua zëri i tij ku thoshte që jam Eduardi dhe lini mesazhin tuaj. Ndërkohë që mbesa e tij Greta është duke më pritur, unë do hap dritaren dhe do ftoj menjëherë Gretën, e cila kërkon ditën e sotme t'i përcjellë një mesazh të fortë dajes së saj, me shpresën që zëri i saj do dëgjohet dhe ky mesazh të shkojë në veshin e dur. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Greta, përshëndetje. Përshëndetje Sari. Si je ti? Mirë, faleminderit. E ti? Mirë, jemi të dyja së bashku në këtë live sepse problemi me dajën tënd vazhdon ende të ngelet një pikpyetje e madhe, dhe pse mund ta themi me plot gojën që ai është gjallë dhe është shëndoshë mirë. Është vërtet. E dashur Greta, më vendos në dispozicion numrin e Eduardit, i cili ju ka bllokuar nga Franca, dhe ai është numri i Eduardit, sepse në momentin që ai e mbyll telefonin, del sekretaria dhe është zëri i tij ku thot jam Eduardi, më lini mesazhin. Po? Këtë gjë unë e provova vetë, e dëgjova vetë, që është numri i tij dhe sekretaria është zëri i tij ku ai tregon. Duket haptazi, e dashur Greta, që ai nuk do të kontaktoj me ju. Po. Është. Ju jeni mbesa e tij dhe keni qenë vogël kur ai ka humbur kontaktin në 2012, u bë gati 14 vite që nuk i dëgjoni zërin, nuk keni as informacion për të. Ke folur me gjyshen, me tezet, çfarë të kanë treguar? Duket një mos dëshirë e tij të kthej kokën mbrapa nga Shqipëria. Ato ti po papritos, nuk është që kishte diçka, do të thonë që mos të kemë një mesazh që ishte pa unë duam në të ta di. Ti është poli dhe pastaj u zhduk. Do shta nuk duhet vendos në siklet, por për të folur dhe hapur, duke menduar që ai i ndjek këto live. Në momenti që ai e ndoqi live-in e parë kur ne ishim të dyja dhe ti kërkove ndihmë që të gjeje dajën, le të themi ai u bë i gjallë duke hyrë në rrjetet sociale, duke u dhënë sinjalin që ishte mirë, por duke thënë dhe mesazhin mos më gacmoni, më lini të qetë.
në djenin tuaj, Eduardi ka pasur në një hatërmbetje, në një konflikt në familje që ka vendosur këtë marrëdhënie ta shkëpusi, është e rëndë. Një djalë të shkëpusi marrëdhëniet me familjen e tij në Shqipëri. Në mos në prindri. Nuk e di, po. Besoj se në bazë nuk e bëtë oftush. Kështu që mendoj se në mendjen e Dajës, ajo në atë që unë mendoj. Sa do i kejtë në Gjermana, të badi. Nuk të shasin për të. Ajo është në najote, në badi janë. Edhe fëmija së rrisë po një të Gjermani. Sa do gabim që mund të do fëmija, në në badi të fanë. Që ato nuk pasën një komunikim e beta, nuk pasën nuk e di, ndoshta dashuria, ndoshta largësia, se ka ikur dhe i vogël. E dashu Greta, padyshim që largësia, emigracioni shumë njerëz edhe i bën të ftohtë me familjarët. Se janë Jo gjitha mëne, se të gjithë jemi në emigrim, domethënë, por është të mundë që mos flasësh me familjen. E kupton? Jo të gjithë mund t'i bëj të ftohtë, janë disa që thjesht nuk kanë dëshirë. Çfarë ka thënë nëna e ti? Gjyshja juaj, e cila tashmë le të themi e di që djalin e ka mirë, e ka shëndoshë mirë, e ka në Francë, por është ai që nuk do të kontaktoj. Ke folur me gjyshen, çfarë ka thënë ajo? Po, kam folur, por ajo pret lajme, ajo pret që ta marri. Nuk e di çfarë pati, nuk e di pse iku. E dashur Greta, gjyshja juaj, e kuptoj që është një nënë e plagosur që pret të dëgjoj zërin e djalit, por ajo çfarë thot vetë? Më mirë se ajo nuk e njeh askush Eduardin. Odeta, ai ka pas folur normale, nuk është që ka pasur diçka, domethënë që mund t'i thoshe gjyshës, shiko se kështu kjo gjë, ose kjo mund t'jetë kështu, jo, ai edhe nuk ndërhynte shumë ke njerëzit. E kupton, domethënë që të ndërhynte në të pyeste për gjëra që ai pyeste thjesht si jeni. Por në djenin tuaj, si ka qenë jeta e Eduardit në Shqipëri? Kush ka qenë karakteri i tij, le të themi? Nuk është që mund ta njoh shumë, se unë kam qenë i vogël edhe ai ka ikur i vogël në emigrim. Edhe nuk është që kam pasur ato si kam këto dy daja tjerë. Atë frymëtetin, atë por ka qenë shumë i dashur. Të ta them me plot bindje. Shumë i dashur dhe prekësh. E dashur Greta, kur lidheni në familje, dajat, tezja, gjyshja, pra familja e Eduardit, kur e diskutoni humbjen e tij, çfarë thoni konkretisht, domethënë se e dini që është gjallë, pra ai s'do të kontaktoj. Domethënë çfarë dyshoni ju vetë, pse ai sillet kështu? Pse ai nuk do të flasi me ju? Çfarë mendoni ju? Çfarë dyshoni ju? Ndoshta ai problem që mund të ketë ai vetë. Ndoshta ai do ketë diçka. E mendoj që mund të ketë diçka, se ndryshe nuk besoj se do ishte larguar kohë, pa lidhje. Mendoj se ai do ketë diçka. Por nuk do që të tregoj. Nuk do që ta shqetësoj familjen, ndoshta. Pra, ju dyshoni se ai ndoshta ka probleme në shtetin francez dhe kjo është një ndër arsyet që nuk kontakton me ju? Ndoshta, se di dokumenta, ndoshta diçka tjetër, ndoshta nuk e di, Odeta, jemi pa fjalë. Jemi pa fjalë. Ju herën e fundit më thatë që kishte zbuluar që ai kishte bërë një kërkesë nëpërmjet ambasadës sigurisht për të trequr një pasaport në vendlindjen e tij. Kjo do të thotë që ai nuk ka marrë një shtetësi franceze, mund të jetë me dokumenta aty, por ka trequr pasaportën shqiptare të ren, që i përket vitit 2025, fundi vitit 2025. Dashur Greta, ti je mbesa e tij dhe sigurisht ruan plot kujtime. Mendoj që Eduardi do e ndjeki këtë live dhe urojmë dhe shpresojmë që ta ndjeki. Unë e kam vënë në dieni, unë e kam njoftuar nëpërmjet kontakteve të mia, jam prezantuar Eduardit kush jam dhe pse telefonoj, duke i treguar gjithçka, që është familja, është mbesa juaj Greta që është në live me mua. Ai ka marrë vesh të gjitha këto informacione dhe jam e sigurt që do të ndjeki. Çfarë kujton ti nga daja jote?
Odeta është i vetmi rast domethënë që kam qenë pak më e madhe, ishte martesa e motrës madhe. Që vinte aty te shtëpia dhe domethënë Odeta rrinte me ne, fliste, komunikonte, shumë i afërt, shumë i dashur. Nëse dikush të ngacmonte me shaka, dhe thoshte mos na luni mbesë, mos na luni këtë. Ishte shumë i dashur Odeta, dhe më ka marrë malli shumë. Më ka marrë malli jashtëmasë shumë, të paktën një telefonat. Të dëgjoj një herë zërin. Me që mami nuk mundi dot. Nuk e kishte të kismet që ti fliste. Ajo qante Odeta, çdo natë. Thoshte që e kam rritur. Si ka mundësi që mos më marri një herë në telefon. Në qoftë se ai nuk e di që mami im nuk jeton, atëherë jemi ne që jetojmë. Të paktën një telefonat. Kaç kërkoj, asnjë gjë më shumë. Të thonë që shikoni këtë daja, ne jemi mirë, unë jam mirë. Në qoftë se ai nuk do të flasi, prap është dëshira e tij, është zgjedhja e tij. Nuk e pengoj me asgjë. Nuk kam të drejtë ta pengoj për asgjë. Thjesht vetëm kaq. Nëna juaj është larguar nga kjo jetë çfarë viti? 2024. Në 2024 ti ke humbur nënën nga kjo jetë, Eduardi ka humbur motrën e tij dhe ju nuk jeni e sigurt nëse ai e ka këtë informacion që të motrën e ka humbur nga kjo jetë. Nuk e di, prandaj thash, në qoftë se nuk e di, shpresoj që ta dëgjoj të live-in edhe ta kuptoj që motra është larguar. Është larguar, por është larguar me një plek të madhe. Se dhe ditën që ka ikur në spital, ajo ka kërkuar dajën. Eduardi. Eduardi, Dhe për këtë po mundohem, nuk e di, nuk do ndaloj derisa ai të më telefonoj. Kisha bërë dhe një kërkesë në konsulatën në Paris. po, Kërkova një ndihmë, domethënë nëse është e mundur kur Eduardi kërkoi pasaportën të më marrin, por ato më kthen përgjigje që nuk mund të detyrojmë dikë që të flas. se është në moshë madhore dhe ai vendos vetë me kë do flasi dhe me kë nuk do flasi. Dhe mbi të gjitha, në momentin që bënde një denoncim për një person të humbur, nëse policia mund ta gjej, nuk mund t'japi dot asnjë të dhëne. Për rastin në fjalë për Eduardin, sepse ai është shëndoshëm mirë dhe nuk do vetë të kontaktoj. Dhe policia nuk ka asnjë lloj detyre, le të themi, që të informoj ty që ku ndodhen ndaja, të japi një adresë apo të tregoj arsyet se ai nuk kontakton, sepse është gjithë një në moshë madhore, nuk bëhet fjalë për një person të mitur, që është poshtë 18 vjeç. Por ajo që më shqetëson dhe ndoshta urojmë që ai të jetë mirë, fakti që ka një problem në Francë, çfarë lloj problemi, ai nuk është në izolim, nuk është në burg, ai është i lirë, ai ka një telefon që përgjigjet, çfarë e pengon, të thoj, po, jam mirë, mos më shqetësoni, do vi momenti koha që unë do t'ju marr. Vetëm kaq presim Odeta, vetëm do thotë jam mirë. Jam mirë. Unë në fakt pasi më erdhi numri i dajës në dorë, se pas një përpjekje që bëri dhe vllai Nusja, arritëm ta gjejmë edhe Irash i shkuan zilët dhe pastaj doli sekretaria. Edhe për herë të dytë pastaj nuk i shkoni me zilët. E provova, i shkruajta edhe një mesazh në WhatsApp, por asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje. Odeta, unë e di që nuk është i kemi pasur shumë kontakte, sepse si thash, jam e vogla dhe ai është larguar shpesh, por nuk besoj të ketë hatërmbetje nga ne. Nuk e besoj këtë gjë. Përse nuk telefonon? Çfarë pengon? Kaq shumë na urren? Kaq shumë urrëti ka në zemrën e tij, ne s'kemi bërë asgjë. Asgjë. Qartë, kuptoj që ti e mbesa e vogël, ke kujtimet të bukura nga daja, kërkon ta dëgjosh zërin e tij dhe mbi të gjitha që ke një amanet
nga nëna jote që është larguar nga kjo jetë me emrin e tij. Dhe mbi të gjitha çfarëdo që mund të ketë bërë një nën, flas për gjyshen tuaj, për nënën e Eduartit, ai do të telefononte. Patjetër. Gjithë prindrit flasin, dhe ne flasim fëmijëve tanë kur kanë gabime. Edhe prindrit tanë kanë folur ne, është mëse normale, po nuk do të thotë që të humbim kontakt. Nuk do të thotë që mos flasim. Se në qoftë se nuk duam prindrit, për çfarë jetojmë? Kush do na doj? Është qartë. Kush do na doj? E dashur Greta, live-et ndiqen edhe nga emigrantë të tjerë në Francë, dhe unë jam e sigurt që ndoshta ndonjë mik, ndonjë shoku i tij shqiptar që jetojnë bashkë në Francë, që mund ta ndjeki këtë live dhe mund ta mësojë që ai nuk ka kontakte, jam e sigurt që do e njoftoj. Shpresoj. Do e njoftoj dhe ndoshta ai mund të preket dhe mund të ndërgjegjësohet dhe mund ta kuptojë që duhet ta marrë guximin, ta thyej ata akull dhe t'u telefonoj juve. Shpresoj. Në emër të gjyshes, së nënës Eduartit, në emër të dajllarëve të tjerë, në emër të tezeve të tjera, ti ke marrë guximin të jesh në live me Odetën për të bërë një thirrje të fortë për herë të tretë, bia të dytë. Për herë të tretë lajës tënd, me shpresën që zëri jo do dëgjohet. Po. Sot e ke informacionin e plotë, dashur Greta. Nëse në live-in e parë ti nuk isha asnjë informacion dhe nuk e dije nëse ishte gjallë, ku ndodhe, çfarë kishte ndodhur, sot ti ke informacionin e plotë. Ai është gjallë, ka treshur një pasaportë në fund të vitit 2025 nga Shqipëria dhe pasaporta i ka mbritur në Francë. Ai jeton në Francë, është arritur të gjendet një numër telefoni i tij. Çfarë do i thuash ti me të gjitha këto informacione që e di ku ndodhet Daja? Pa, unë do t'i them vetëm një gjë. Të lutem, vetëm një telefonat na thuaj që jam mirë. Ose në qoftë se nuk do të flasësh, patjetër, hape telefonin dhe na thuaj, mos më shqetëso dhe unë nuk të shqetësoj kurrë. Po nëna po pret, është sot nuk është nesër. Motra po pret, vëllezërit po presin, edhe ne po presim Odeta. Edhe ne po e presim. Shpresoj, domethënë, çdo natë më del gjumi dhe shikoj mos ndoshta Eduardi ka shkruar një mesazh. Futem vazhdimisht në WhatsApp, futem ke telefonin e mamit e kam unë. Edhe i kisha shkruar një mesazh atje dhe shpresoj, inshallah ndoshta një mesazh mund të ketë shkruar. Atëherë kthehu. Jo të kthesh në Shqipëri, po kthehu me telefonata, na telefono. Nuk të kushton asgjë. Ne të presim gjithë. Të gjithë e presim. Pa përjashtim. Dhe unë uroj dhe shpresoj që ai ta marrë të mesazh, të ndërgjegjësohet. Unë kam tentuar shumë herë, të thash dhe pak më parë, e kam njoftuar, por ai nuk do të kontaktoj. Hesht, nuk e dim pse hesht, nuk e dim problemin e tij, nuk i dim kushtet në të cilat ndodhet, çfarë probleme ka që nuk kërkon të reagoj. Uroj të gjej formën, të marrë guximin, të thyej këtë akull 14 vjeçar që s'ka kontakte me ju, t'i bjerë telefonit dhe në këtë moment edhe unë dua t'i bëj një thirrje Eduartit që nëse nuk ka guximin të telefonoj nënën, të telefonoj motrën, të telefonoj vllajin, të telefonoj mbesën, ai ka numrin tim të telefonit. Unë i kam shkruar në WhatsApp, ja përsëris edhe një herë numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë këtu ekrani dashur Eduard. Mund ta marrësh të numër, mund të marrësh guximin, të më telefonosh mua dhe do të jem unë ajo që do të përcjell të gjitha fjalët dhe mesazhet e tua tek Greta, tek familja e tij. Faleminderit, shpresoj edhe diçka Odeta, nëse dikush që mund të jetojë diku andri nga Parisi, po afër Dajës, që mund ta njohë Eduard afër, ose që mund ta shikoj. Mund të telefonoj ty dhe mund të thotë që ai ndodhet filan vend. Thjesht kemi pak më shumë informacione. Për të gjetur një adresë, për të arritur në një adresë. Për të gjetur një adresë, ndoshta mund të shkojmë edhe atje të takojmë, nëse kemi një adresë apo diçka. Nëse ai nuk mundet të vijë, ne mundemi të shkojmë atje. Ne mundemi. Vetëm ta thotë që jam filan vend, një adresë, një diçka, të na flasi që të na thotë është filan vend dhe ne mund të shkojmë atje, nëse ai nuk do që të vijë.
Pra, nëse arrihet një adresë Eduardit, ju jeni të gatshëm të udhëtoni me njëherë drejt Francës për të qenë përballë ti. Patjetër, në momentin që nuk është mami, zëre se ne jemi motra ati, zëre se do shkojmë ne atje në vend të mamit, patjetër që do ta bëjmë. Me gjithë dëshirën. E dashur, Zëjë për mamin. uroj dhe shpresoj që të arrijë ky takim, t'jetë sa më shpejt kjo kohë që ju t'i dëgjoni zërin, të takoni dhe të mësoni arsyet dhe ndoshta koha do vërtetoj gjithçka dhe të uroj ta dëgjosh sa më shpejt zërin e Dae si ju dhe gjyshja juaj, nëna e tij, e cila e pret atje në shtëpinë e saj. E pret, e pret, thash, jeta nuk është e gjatë. Domethënë, kaq sa kemi jetuar, nuk besoj se do jetoj. E Të qartë. paktën ta dëgjoj një herë zërin që mos ikë dhe ajo si mami ime me pishman. Me breng. Po, thjesht ta dëgjoj dhe ajo zërin. E uroj për atë. Po ajo pret çdo ditë. Pret çdo ditë. Dhe sinqerisht e uroj dashur Greta, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, unë do bëj përpjekjet e mia për Eduardin, uroj që të kemi informacione për të gjetur një lokacion të tij. Uroj që ju të bëni atë takim dhe të fala do mi bësh gjyshes nënës Eduardit. Faleminderit, shumë faleminderit Odeta. Urime për emisionet që bën. Të falenderoj. Faleminderit shumë për çdo përpjekje, për çdo mundim që ke bërë. Zoti ta dëshmëtar për çdo gjë. Faleminderit dhe unë uroj më të mirat për familjen tuaj, të përshëndeset dashur Greta dhe mbetemi në kontakt. Gjithashtu. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, apo keni një histori frymëzuese dhe kërkoni ta ndani, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale, histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës.